Partia Socialiste, pasi u njoh me dekretin e Presidentit të Republikës mbi caktimin e datës 11 shtator 2016 për zhvillimin e zgjedhjeve për kryetar të Bashkisë Peshkopi, Qarku Dibër, gjykon se ky akt individual i Presidentit të Republikës ka dalë në mënyrë krejt të papritur dhe në kundërshtim me përcaktimin e kodit zgjedhor për caktimin e datës së zgjedhjeve të pjesëme vendore. Në dijenin ton, ky vendim i gjykatës kushtetuese nuk është zbardhur ende dhe nuk është dërguar për botim në fletoren zyrtare. Në bazë të nenit 132.2 të Kushtetutës, vendimet e gjykatës kushtetuese hynë në fuqi ditën e publikimit në fletoren zyrtare. Duke qenë se ky vendim ende nuk është publikuar, ai megjithse i është bërë i njohur publikut përmes vetë gjykatës dhe mediave, konsiderohet formalisht në respekt të ligjit ende i paqënë. Konkretisht, vendimi për shkarkimin e zotit Xhelili nga Këshilli i Ministrave është lënë në fuqi dje nga gjykata kushtetuese, por ende ky vendim nuk ka hyrë në fuqi. Pra vetëm pasi njoftohet për ekzistencën formale, hyrjen në fuqi të vendimit të gjykatës kushtetuese, i cili ka lënë në fuqi vendimin e Këshillit të Ministrave, vetëm atëherë Presidenti i Republikës bëhet kompetent të shpallë datën e zgjedhjeve, dhe jo kur këtë njoftim e merr përmes një njoftimi paraprak i cili ka vetëm vlerë mediatike dhe jo juridike. Duke vepruar në kundërshtim me procedurën e parashikuar nga kushtetuta dhe kodi zgjedhor, vlerësojmë se akti administrativ individual, dekreti numër 97/16 i datës 2/8/2016 i Presidentit të Republikës, del hapur në kuptim të nenit 108 të kodit të procedurave administrative në kundërshtim me ligjin dhe përpasoj absolutisht i pavlefshëm. Partia Socialiste, si palë drejt për drejt e interesuar në bazë të nenit 111 të kodit të procedurave administrative, i kërkon Presidentit të Republikës të konstatoj pavlefshmërinë absolute të aktit administrativ sa më shpejt, në mënyrë që të mos shkaktohen pasoja të padëshiruara nga ligji. Ju falemnderit.